بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه جفا النريمة جفا الأضاءة يشوفي بيتكوين الله جل جلاله صلوات التونا سلام التونا يدربك تجيف ما تداش بيتون ما تداش بيت الله جل شانه زدري وتجيف بيغمبر كريس اسمه تبوكر حضرت محمد عليه الصلاة والسلام familjes së tij, shokëve të tij dhe për të gjithë ata besimtarë të cilët e kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Besimtarë të ndershëm, motra besimtarë të ndershme, mirë se ju ka dhënë Allahu xhalla shanuhu në këtë vend të bereqetshëm. Mirë se vini në ligjëratën e radhës numër 7 dhe 8 sonte. U do të mundohemi dy ligjërata, inshallah me i bashkue shkaku se inshallah nesër do të jemi të ftuar në iftar në kryesin e komunitetit të muslimanëve të MSHZ-në këtu në Zyrich. U mundohemi inshallah për me i kombinua dy ligjëratat e me dalje tematik nëse që do të mirë inshallah. Ligjërata e sotit ka qenë besimi ynë në Allahun xhalla shanuhu, përforcimi i besimit, po ashtu edhe pastaj ligjërata e radhës ka qenë ndikimi i besimit të komunitetit musliman dhe lidhja e komunitetit musliman me xhamin. Me qëndrën shpirtërore tonën, e do të mundohemi tani pak me fol, me i tregu disa plane, disa strategji, se si ta përforcojmë besimin tonë, se si të dalim prej fjalëve në vepra, se si ta praktikojmë Islamin në jetën tonë. Thotë Allahu xhalla shanuhu në Kur'anin madhështor: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Nuk është mirësi vetëm në ardhë në xhami me u falë, mu drejtohu nga lindja për ka perëndimi, nuk është vetëm kjo mirësi. Mirësia, sipas Islamit, është më e gjerë, ka dimensiona akoma më të mëdha. Nuk është mirësi vetëm ju me kthy fytyrën tua mu drejtohu nga lindja për ka perëndimi, ka mbetëja apo ka kutsi para se të ndrohet kibleja, por mirësia është ai i cili ka besuar në Allahun e Zot. Walakin al-birra man amana billah. Numër 2, wal yawm al-akhir. Ka besuar edhe për ditën tjetër që do të vjen. Dita e llogarisë, dita e pagesës, dita e shpërblimit. والملائكة والكتاب والنبيين. Beson në engjëjt e Allahut, beson në librat e Allahut, beson në pejgamberët e Allahut që i ka dërguar. Mirësia është me besu Allahin, me besu pejgamberin dhe pejgamberët tjerë, me besu librat e shkruara, وآتى المال على حبه. Mirësi është edhe kur nxjerrësh ti një pjesë të pasurisë nga pasuria jote personale dhe ata i japësh për hir të Allahut xhalla shanuhu. Ala hubbihi dhawi al-qurba wal-yatama wal-masakin wabn as-sabil was-sa'ilin wa fi ar-riqab. E jep pasuri edhe pse e don fort. Njeriu në ka natyra e don pasuri. Po Allahu benedikton atë njeri, po e lidhon atë musliman, i cili e nxjerr pasurinë e tij, duke e dashur, duke i dhimbë, e nxjerr atë pasurinë dhe e jep kujt i jep të afërmve, familjarëve të cilët kanë nevojë.
mos harroni parafisin familjar, mos i harroni familjarët tuaj të cilët kanë nevojë për ndihmën tuaja. Numër 1 jemi të obliguar që ta zgjasim dorën e ndihmës familjarëve tanë, të afërmëve tanë. Pastaj të dalim më lart. Dhe ul-qurba, wal-yatama, jetima, që kanë nevojë, një edukuar, një ushqyer, një bursa me vazhdo shkollat e tyre, dhe me që ndrohet besnik jetimave, derisa të bëhen të zotët e vetvetes. Wal-masakina, wabn as-sabil, po ashtu pasuria ripët, edhe njerëzit të cilët janë të varfër, i ka mbellë që janë të keqe, i ka mbellë situata ekonomike, duhet me hulumtu, duhet me pyet, edhe me e gjithë atë personin e duhur që na t'ja japim me pjesë të pasurisë tonë. Shtrohet pyetja, pse me pyet, pse me ullot? Sepse dhënia e pasurisë është ibadet. E ibadetin duhet me punu me përmikrim, duhet me punu me saktësi. Nuk bën me kry namazin pa abdes, nuk bën me kry namazin pa këty kakime. Duhet me i përmbush disa kushte, ashtu dhe pasuria duhet me gjetë njeriu e saktë. Kyna me jamon pasuria. Wal-masakin, wabn as-sabil, was-sa'ilin, wa fi ar-riqab. Udhëtarët, përpara udhëtarë kanë udhëtuar, dikur gjatë rrugës kanë vjerë pa pasuri, s'kan pas mundësi e njëtën e çka më udhëtu, ose ju kanë humbur, atër kanë udhëtuar me njëtën shumë primitive thjeshta, me kafshë, dhe ata kanë nevojë të ushqime në kafshë me një bleja, po me asigurohet në njëtën e transportit, një oblek aty dhe me deve, dhe një kafshë, çka udhëtojnë me ata. Në këtë kohë sotit, do një udhëtar e hupin dokumentacioni, i hupin shëpota, i hupin kuleta, i hupin telefoni, i hupin kartelat, i ju ka drejtuar ju lotëm, jem udhëtar, jem nisë për në vendlinje, po kam do diçka fatkeqësi, të gjitha dokumentacionet, kartelat, i kam humbur, edhe ati do t'i zgjasin dorën e ndihmës. Was-sa'ilin, edhe ata që lypin kërkojnë ashiqarë, kërkojnë dihen, haptazi, publikisht, që jenë të lodhë financiarisht edhe atë krevionin. Wa fi ar-riqab, përpara kanë ekzistu robëri, ka qenë tregu i njerëzve, ku i shitë robërit. Kjo ka ekzistu edhe po në fundit dhe në fillit shekullit 20, ka pas edhe robëri në Amerikë, e vende ndryshme, po edhe në Arabi, e në Afrikë, ka ekzistu kjo sistem në robërve, prej kohës romagëve, prej kohës e persianëve, prej kohës e kinezëve, prej kohës e civilizimit indian, kanë ekzistu robërit. Feja islame nuk e ka pru sistemin e robërisë, po feja islame në ka mësu neve që me shkuna me i shqiru ata, me i blet një zotnis, se kurse si e blet sot një makinë, prej dikujt i cili e ka placin e ti me makina, ashtu edhe atër një shqit robërin në treg, kanë shku edhe i kanë blet dhe i kanë liru prej sa të zotit. Mirësia është edhe kjo. Qish ka pas dhe të Kubekir radiallahu anhu, Hazreti Bilali ka qenë robë të pagan të Mekës, të ata pasariket të Mekës, ka shku dhe e ka bërë dhe e ka liruar. E shumë rastet tjera. Do thot mirësi, nuk po vëto u këtë ka gjamia, për lidhim a jetin. Po mirësia është me besot e Allahi, të me laqet e njët e Allah, të librat e Allah, të pejgamber të Allah, me vëtë pasurin tonë, edhe pse të jeton pasurin, familjarve, skamnorve, jetimave, nevojtarve, atyre udhëtarve, studentëve të cilët kanë nevojë për një i dhonë dhuksa atyre, të gjitha këto janë kanalet e mirësisë, kanalet e besimit. Po vazhdon ajeti më radhor, surët e Bakara, është ajeti 177, ajeti më përmbledhës,
ma universal që I përmbledh, do thot diversitetin, lloj-llojshmërinë e mirësisë. Po vazhdo në jeti, u japet pasuri atyre të cilëve edhe e falin namazin besimtarët të mirë, po janë të lodhur dhe kanë nevojë për ndihmën tona. Po mirësia është edhe një pjesë të zekatit. Zekati është tjetër, është taks. Caktuar 2.5% një herë në vit e nxjerr këtë pasuri nga pasuria jote. Ndërsa më herët që I përmendim atë sadaka, ndihma vullnetare. Edhe mirësi është ata burra të cilët wal-mufuna li ahdihim idha ahadu, të cilët e mbajnë besën, e mbajnë fjalën dhe nuk e thejnë fjalën. Was-sabirina fil ba'sa, mirësia është edhe durimi kur bën gjendje kur ti ballafaqohesh me kriza ekonomike, kriza financiare. Wad-darra, edhe kur ballafaqohesh me kriza shëndetësore, ki probleme familjare, shëndetësore ti, shoqja, familjet, duhet me sabër, duhet me I përballu me durim, një lutë Allahu të madhit Zot, o Allah, pesheti gjendjen tonë, pesheti hallin tonë, prandaj e ti jemi mbështet, na nxjerr nga kriza, na lehtëso këtë smundje, na ndihmo neve. Ja Allah, bëna nasip, ku është ilaçi, ku është shërimi. Me këtë lutje duhet vazhdimisht një lutë Allahu xhaleshanu, edhe kjo mirësi. Fil ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba's, po dhe mirësia është të bëjmë sabër dhe durim, kur dalim në luftë, para armikut, s'kem të më ikë, në ka kapluar rreziku I luftës, në ka okupuar armiku, në ka sulmuar armiku, edhe ka raste duhet të bëjmë sabër, e nëse gjitha këto pika që I përmendëm, gjindën në jetën tonë, Allahu që po thot në Kur'an, ulaika alladhina sadaqu. Mos harroni, ata janë burra të sinqertë, ata janë burra të vendosur dhe të drejtë, të cilët e kanë dëshmuar me të vërtetë dashurinë e Allahut xhaleshanuhu, wa ulaika humul muttaqun, edhe me të vërtetë ata janë njerëz të devotshëm që duhet çdo kush me punu sikur ata. Vetëm ky ajet në surën Al-Baqara e tregon rëndësinë e besimit, që sa rrugë ka besimi, sa degë ka besimi, siç kemi thënë edhe në ligjëratat e kaluara, degët e besimit janë më shumë se 70 degë, si ka thënë Muhamedi alayhis salam, ma e larta është la ilaha illa Allah, e mes asaj ka shumë që I përmendën nga disa prej tyre, dhe ma ulta dega ma ult, është edhe me largu një objekt të dëmshëm nga rruga, me largu një guri, me largu një paket, një kam të burlogu, një diçka të dëmshme, me largu nga rruga, edhe kjo pjesë e besimit. Buzëqeshja jote para vllau tonë musliman është pjesë e besimit. Është sadaka. Një ndihmu dikujt me ngarkua makinën e tij, kamionin e tij, pjesë e besimit. Një ndihmu dikujt me shkarkua makinën e tij, kamionin e tij, pjesë e besimit. Një ndihmu dikujt për me ndërtu shtëpinë e tij, pjesë e besimit. A përshim një sistemi islam, sa bukur ka ardhe ka qëndis jetën tonë, e ka qëndis jetën tonë sociale, jetën tonë familjare, jetën tonë shpirtërore, me këto gjitha llojet dhe diversitetet e besimit. Ky ishte fillimi I saj përket ligjëratës, rëndësia e besimit dhe diversiteti I besimit, metoda dhe teknika të lloj-llojshme për me arrit knaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Tani ku kalojmë në pjesën e dytë të ligjëratës, xhamia dhe komuniteti musliman dhe se si mund të më integrohet besimi në jetën tonë, në xhami, se si të bëhemi burra më të mirë, se si të bëhemi muslimat më të mirë, do t'i shohim tani në përmjet këtyre pikave të cilat I kemi
15 pika strategjike, 15 metoda strategjike se si me dëshmu vetën tonë se na jemi besimtarë. Me lidh ajetin që e përmendëm, ajetin aspektin teorik, tani është koha për me tregu me vepra, me praktikë, si çfarë musliman jemi, çfarë burra jemi. Besimi dëshmohet prej shahadetit, pasi që deklarat ashhadu an la ilaha illallah, kjo është fara teorike dhe ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kjo është iman. Tani kemi islam. E çka është islam? Islam do të tani praktika, namazi, agjerimi, haxhi, veprat e mira që i përmendëm, e kështu me radhë. E po vim tani te hallka kryesore, te vega kryesore të xhamia, që është qendra e cila na i lidh zemrat tona, na i lidh syt tonë, kokat tona, nëse na i interesohemi për këtë objekt, për këtë qendër, për këtë forcë shpirtërore ku bashkohen muslimanët në xhami. Xhamia është qendra shpirtërore, kryesore e muslimanëve, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam kur në Medinë prej Mekës, punën e parë çka bani endër te xhamia, haremi e Medinës. Hajë xhamia ato s'ka pas vërtesa të ministria të punës, ministria të luftës, ministria sociale, ministria financiare, të gjitha obligimet e shtetit të ri islam, të gjitha obligimet e muslimanëve në Medinë jenë drejtuar dhe jenë menaxhuar nga xhamia. Kjo numër 1. Numër 2, xhamia është një mjedis mikpritës dhe shumë angazhues. Ne, si njerëz të xhamis, duhet të jemi mikpritës për vëllezërit tanë, për mysafirët, për komunitetin dhe duhet të jemi të angazhuar të gjithë. Kur themi të gjithë, tu futën gjinia femrore, gjinia mashkullore, futën të rinj, futën të moshuarit, futën vjetrit, të gjithë ata cilët kanë mundësi për mu angazhuar, për të mirën e xhamis, duhet xhamis një avon kontributin dhe mundin gjerë në maksimum. Kjo është borxh dhe obligim i çdo muslimani dhe çdo muslimane e cila vjen këtu. Numër 3. Promovimi i vlerave islame përmes xhamis. Xhamia është qendra, universiteti, kolegji, fakulteti, institucioni për mi promovu vlerat islame. Çka është burnia, çka është vleri, çka është bujaria, bujru në xhami. Çka është dashuria e vërtet islame, vllazërore, bujru në xhami. Aty e ke shembull. Se si muslimanët e respektojnë njëri tjetrin për Allahun dhe Leshanuhu, xhamia është mosër, xhamia është model. Se si muslimanët e sakrifikojnë pasurinë e tyre për xhami, për qendër islame, bujrën, këtu është shembulli. Numër 4. Xhamia, ky institucion, ky objekt, kjo qendër, do të promovohet dhe të ngritet vlera dhe njehona dhe zëri i xhamisë. Duhet ta mirë përdorim teknologjinë tonë moderne, gjitha këto rrjetet sociale që i kemi tani, që ta reklamojmë, ta promovojmë aksionet tona që i kemi në xhami. Ta përdorim teknologjinë për të mirën e institucionit, për të mirën e xhamisë, në mënyrë që komuniteti të lidhen me njëri tjetrin, të informohen çfarë të reja kemi, e ky është obligimi numër 4. Apo strategjia numër 5, xhamia ka rolin që me komunitetin musliman të bashkëpunojë edhe me organizata tjera bamirëse, humanitare, po që janë në dobi të njerëzisë, që janë në dobi të shoqërisë. Jo të jetë mbyllur xhamia,
po të koordinoj dhe të ketë lidhje me organizata tjera në mënyrë që të reflektohet drita e xhamisë dhe aktivitetet e xhamisë. Strategjia nr. 6: xhamia duhet të jetë të vllafër edhe qendër për të shërbuar problemet sociale, të angazhohet në këtë drejtim që maksimum për të ofruar shoqërisë shërbime, konsultime në mënyrë të organizuar me rregullore, me sikur se që në për universitete. Çdo student e ka dosjen speciale të profesori. Asnjë student nuk ja din sekretet notat e studentit tjetër. Studentat ka e din fort mirë ta djem të ri që po studiojnë për universitet. Asnjë student nuk ka dëshirë me ditë sa ka marrë provim e çfarë note ka marrë në këtë land. Edhe xhamia duhet ta luajë këtë rol. Sikurse mjeku të jetë i besueshëm, nuk guxon mjeku t'i bëj publike sekretet e pacientave. Kjo është edhe me rregullore ndërkombëtare. Kështu edhe duhet edhe xhamia të veprojë, të ofrojë këshilla, të ofrojë sugjerime, rekomandime, për secili ta ketë dosjen sekrete speciale dhe me emër, me mbiemër, me kohë, me shënime, në mënyrë që nëse dikush don me hulumtue, don me gjurmue, me investigue, bujron të gjitha dokumentacionet jenë në rregull. Strategjia nr. 7: përmirësimi i leadershipit dhe i zyrës administratore, përmirësimi i leadershipit dhe të administratës së xhamisë. Xhamia duhet të organizoj trajnime, duhet të organizoj seminare, duhet të organizoj këto trajnime për leadership të mirëfillt, për leadership të suksesshëm, se si të bëhet lideri i xhamisë, qendrës, shembull për të tjerët, si të bëhet bordi i xhamisë, kryesia, shembull për të tjerët, e normal këto duhet me trajnime, me angazhime për t'i realizuar nëpërmjet krijimit të këshillave të ndryshme, ku bordi i xhamisë e krijon këshillin special, një komision special për çështje të problemeve të rinjve, një komision special për çështje të problemeve të grave, një komision special për çështje të problemeve të pleqjve, e kështu me radhë. Në për fakultete, në për universitete, kështu veprojmë. Komisioni për fetva është veç. Komisioni për problemet të magjistraturës dhe doktoraturës është special. Komisioni për studentat të cilët ngelin, nuk mundën me kalu landën, është komisioni special. Dhe kur kanë probleme me landët, që po ngelin, s'po mujnë me i kalua, të bëhet komisioni special, e studion rastin dhe e thret profesorin, e merr dosjet, detajet e studentëve dhe pastaj edhe zgjidhja harijet. Edhe kështu xhamia dhe komuniteti musliman i shëndosh duhet të punojnë në këtë formë, në këtë mënyrë, sikurse si vepron institucioni akademik edhe institucioni fetar në Arabinë Saudite, në Katar, në Brunei, në Malezi, ku edhe fetvat, edhe konsultimet të gjitha jenë të arkivuara në sistemin shtetëror, o burra, o vëllezër. Asgjë nuk shkon në mënyrë private. Asgjë nuk shkon në mënyrë individuale. Çdo gjë është me numër, çdo gjë është do thot me datë. Strategjia nr. 8 e xhamisë, diversifikimi i programeve edukative arsimore, ku duhet të jipen kurse të thella, kurse të rënda të mira në xhami, kurse të ndryshme të kuptimit të Kur'anit, kurse të leximit të Kur'anit, kurse për garat e Kur'anit, kurse për vajzat, kurse për gratë, kurse për të rinj, domethënë të diversifikohet, të shtohet roli i xhamisë. Strategjia nr. 9: përfshirja grupeve të ndryshme të komunitetit në këtë xhami, në këtë qendër
do të përfshihen gjitha grupet e ndryshme të komunitetit, jo vetëm një klasë, jo vetëm një gjenerat, në mënyrë që t'jetë ashtu si duhet, të veprojmë që shka vepruar Muhamedi alayhi salatu vesselam në Medinë, ku i ka caktuar sahabët. Njëri prej sahabëve ka qenë i dedikuar për trashëgimi, se si bëhet trashëgimia pas vdekjes. Tjetri prej sahabëve ka qenë i dedikuar për luftë. Tjetri sahabëve ka qenë i dedikuar për çështje të komentimit të Kur'anit. E kështu me radhë, jenë ndajt përgjegjësitë nëpërmjet këshillave, nëpërmjet personave dhe nuk jenë përzier kabullat, nuk jenë përzier detyrat dhe obligimet. Këtë rol duhet ta luajë xhamia me komunitetin në mënyrë që të ketë sukses. Strategjia numër 10, aktivitete të ndryshme për të rinj dhe të reja, kampe, me dalë në natyrë, me komentu islamin në natyrë, me dalë me organizu trajnime të ndryshme, ku mjaft ka vend për trajnime, ku mjaft ka që ka të diskutohet për llojet e trajnimeve, duhet edhe komuniteti musliman së bashku me qendrën islame t'i organizoj këto organizime dhe këto aktivitete. Strategjia numër 11 për ngritjen e xhamisë dhe punës së xhamisë, ngritja e shërbimeve sociale në xhami, këshillave, për të varfërit, për të sapo konvertuarit, xhami duhet me themelu dhe këshilla për ata musliman të rinj që pranojnë fenë islame. Dhe se si mu sjell me ata. Po kemi një pjesë të shoqërisë të komunitetit janë të varfër, komuniteti musliman apo jo musliman, duhet edhe aty një këshill me themelue, e ata mu marrë me këto probleme, se si me i shëru gjitha këto problemet. Strategjia numër 12, krijimi i projekteve të vetë qëndrueshme. Duhet xhamia me pas edhe projekte që mirëmbajnë xhamin, që gjenerojnë të holla për xhamin, me qenë një dyqan islam, me qenë një restorant islam, me qenë një biznes islame që fitimi ati biznesit kthehet në fondin e xhamisë. Kështu të mirëmbahet xhamia, kështu të lulëzoj xhamia, kështu të lulëzoj edhe komuniteti së bashku me këta projektet. Strategjia numër 13, përmirësimi i komunikimit të xhamisë dhe të udhëheqësave të xhamisë. Të kemi një faqe të internetit special për xhamin, rrjetet sociale të menaxhohen nga një person profesional i cili është në IT dhe mirret me këto rrjete sociale në mënyrë që çdo aktivitet të publikohet para publikut dhe ta ketë efektin pozitiv. Xhamia duhet ta ketë edhe komisionin për këtë çështje. Strategjia numër 14 e parafundit, puna me gratë. O vëllezër të ndershëm, o motra të ndershme, borxhe keni edhe ju. Gjinia femërore me marr pjesë masovikisht në xhami. Edhe ju me pas këshillat tuaja dhe me i diskutu problemet tuaja që ka janë problemet në botën e grave të gjinisë femërore. Besa sa herë me studenta në për universitete do njëherë, ju burat mos i dhënani, ju lutem mos i dhënani, i kemi dhënë projekte djemve në fakultet, nuk jenë tregu të suksesshëm, jenë tregu më dembela, ndërsa gjinia femërore të vajzat, kur i kemi obligu ata, kanë dalë të suksesshme dhe i kanë arrit planet dhe projektet gjinia femërore. Prandaj duhet patjetër që dhe gjinia femërore të futet në këto organizime dhe t'i ketë këshillat dhe komisionet e tyre. Kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, a dini o burra, a dini o vllazën, gruaja s'ka qenë izoluar në shtëpi. Ka në xhami të Resulullahit, të pejgamberi alayhi salatu vesselam, i ka thënë ja Resulullah, ti vetëm me burra po mirësh, vetëm burrave pi jep ligjërata. Patjetër më na cakton një ditë për neve që edhe na me debatu për hallet dhe problemet tona. Edhe pastaj pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka pranuar këtë çortim, me të vërtet e ka pranuar dhe ju ka caktuar bitë speciale kur mi ju fol dhe kur mi ligjëru grave. Gratë në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam kanë marrë pjesë në për luftëra, ka shkun i kanë ndihmuar të plagosurve, ju kanë lidh varrat e tyre në për luftëra,
ju kanë bajt ushqim, ju kanë dhënë ujë, jenë gjetë në ndihmën sociale të komunitetit musliman. Nuk kanë qenë të izoluara gratë, sikurse sot që ka shohim në për media, kinse feja islame i ka bërë zullum grave dhe gruaja duhet të shtëpia me ndajt dhe nuk ka drejt mu përzi në shoqëri. Këto janë rana, këto janë falsifikime, këto janë informata të korruptuara, nuk janë të sakta sipas referencave islame, kuranore dhe profetike. Prandaj, pjesëmarrja e grave, e vajzave në ringjalljen e xhamisë është obligim i administratës së xhamisë, bordit të xhamisë, kryesisë së xhamisë, patjetër dhe gratë mi shti në këtë fushë, në këto aktivitete. Dhe strategjia e fundit e 15, lidhja me institucione lokale dhe ndërkombëtare. Institucioni islam e ka faqen e bardhë. Na jemi një institucion publik që kemi qendër shpirtërore, prandaj jemi të përhapur, jemi të hapur me pas dialog edhe me komunitetet tjera, dialogu ndërfetar, më bashkëpunu me komunitetet tjera për ta luftuar varfërinë, për ta luftuar papunësinë, për ta luftuar narkomaninë, drogën, se si mi ndihmu të rinisë, se si mi bë ata më të vyshëm, mi largu pe stresit, prej problemeve. Prandaj edhe kjo është obligimi i institucionit që mos jetë i mbyllur, po të jetë i hapur edhe te komuniteti dhe vendi ku jeton. O vëllezër të ndershëm, pika të shkurtëra këto ishin ato 15 strategji se si ta ngjallim rolin e xhamisë dhe se si të futemi në islamin praktik, se si ta praktikojmë islamin dinamik. Ajetin që e përmendëm nuk është vetëm mu fal, a mu kthy ka kibla, me që kash nuk e ka feja islame, po feja islame i ka gjitha këto aktivitetet që ka i përmenda. Na jemi në shoqëri dinamike, një shoqëri aktive, një shoqëri prodhuese, një shoqëri e cila prodhon dashuri, prodhon sakrifica, prodhon ndihmë, prodhon vllazëri, bashkim dhe lumturi. Kjo është bereqeti i xhamisë, kjo është bereqeti i Kur'anit, e sidomos edhe bereqeti i Ramazanit. Allahu na ndihmoft neve dhe ju me realizu këtë strategji që ka i përmenda. Allahu qoftë i kënaqur me juve dhe me familjet tuaja, me fëmijët tuaja, me gratë tuaja. Allahu qoftë i kënaqur me prindërit tuaj. Allahu qoftë i kënaqur edhe me prindërit tanë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.